Të nderuar dëgjues të programit Mirëmëngjes Shkodër. Sot në studio jam së bashku me zotin Ardys Sheqi, sekretar i përgjithshëm i Federatës së Paqes Dega Shkodër. Mirëmëngjes Ardys, mirë se ke ardhur në studion tonë. Mirëmëngjes ju, faleminderit. Natyrisht argumenti është tepër interesant. Udha e paqes kalon nesër në Shkodër. Mund të më spjegoni edhe për dëgjuesit se çfarë është kjo veprimtari dhe si do të zhvillohet? Faktikisht po vazhdojmë pak me historikën e Udhës Paqes. Udha e Paqes ka nisur si ide nga Randy Moon, që është themeluesi i Federatës së Paqes, që në vitin 1981, që është zhvilluar konferenca e 10 e paqes në Korenë e Jugut në Seul, ku e shedhur ideja që mund të ndërtohet autostrada e paqes, duke vazhduar që në Korenë e Jugut për të bashkuar me Japoninë, që është bërë një tunel në New York, dhe për të vazhduar tek bashkimi i Beringut, që është bashkimi sovjetik me Amerikën e Veriut. Dhe më thonë, këto janë vende armike dhe ideja e kësaj është dhënë që vërtet këto kombe të mund të bashkohen nëpërmjet paqes. Thanë duke komunikuar, duke votuar me lirshëm, ato mund të kenë një bashkëveprim me një tjetrin, duke komunikuar me një tjetrin, dhe gjithçka mund të thyej, çdo koncept i tyre që kanë pasur më përpara të mund të shkrihet, do të thonë, dhe vërtet të mund të bashkëpunojnë me një tjetër më lirshëm. Pra është një ide që ka nisur që nga viti 2001 dhe ka vazhduar për gjatë gjithë këtyre kohëve. Po. Dhe si ka funksionuar, do të thonë, meqenëse se tashmë kjo ide është përhapur dhe që nga vende të largëta ka ardhur, ka rritur tek ne në Ballkan, si është zhvilluar si ide? Faktikisht, mbasi është konfirmuar një gjë e tillë, do të thonë që është palosur një projekt i tillë, thanë kombet e botës kanë marrë vetë përsipër që vërtet mund të bëjnë një manifestim për udhën e paqes. Dhe kjo është përdorur me anë të biçikletave. Siç e dim, biçikleta është një mjet ku duhet të japësh për të marrë. Pra nëse jep biçikletës, do marrësh nga ajo, dhe do mbash edhe ekuilibrin. Edhe gjithçka ka filluar nga kjo ide, do thënë, duke përdorur biçikletën si udhë e paqes, ku gjitha kombet të mund të kenë duke dhënë një tjetrit, duke marrë, të mund të kenë një ekuilibër ndaj një tjetrit. Edhe kështu është përhapur mbi 120 kombe kanë marrë pjesë dhe kanë manifestuar udhën e paqes me biçikleta, duke bërë një udhtim me biçikleta simbolik. Shqipëria ka 4 vite që merret që manifeston udhën e paqes. Hera pa që është bërë bashkimi i Shqipërisë me Kosovën, thanë që është bërë nisja një grup ciklistësh amator, janë nisur nga Tirana në Kosovë, duke i dhënë biçikletës. Dhe për të transmetuar flamurin e paqes. Diçka shumë e bukur, apo jo? Po. Ndërkohë që edhe një vit më parë është organizuar, ka ardhur në Shkodër kjo udhë e paqes, dhe si vjet është hera e dytë që udha e paqes kalon në Shkodër? Faktikisht, vjet është menduar që vërtet të mund të bëjmë një udhë e paqes në Shqipëri, do thënë, sepse ishte përsëri një manifestim, se çdo vit është bërë si tip tradite për Federatën e Paqes, për çdo vit të mund të organizojë një udhë paqe që të mund të marrë flamurin e paqes nga kombet e tjera. Edhe vjet Shkodra është përzgjedhur nga Federata e Paqes për të bërë një aktivitet kombëtar, jo thjesht lokal për Shkodrën, por në nivel kombëtar. Dhe kurse këtë vit është hedhur ideja që ky flamur paqe të mos rrijë vetëm në Shqipëri, por të kalojë në të gjithë Ballkanin. Kjo është diçka shumë mbreslënse, do thosha, sepse do kaloj në disa shtete. Me sa di unë, nga informacionet që kam marrë, udha e paqes niset nga Tirana për në Shkodër, dhe mund të më shpjegoni më pas udhtimin? Për ta bërë më të qartë, ky projekt udha e paqes ballkanike është një projekt që ka vazhduar që me datë 1 tetor dhe mbaron me 11 tetor. Edhe me datë 1 tetor ka filluar në Tiranë, ku pjesëmarrës, thënë që janë pjesë e udhës së paqes, janë 20 ciklistë amator nga kombet e ndryshme të Ballkanit,
ku po bëjmë pra përgatitje që jo thjesht për të ecur me biçikletë, por edhe vërtet të mund të përgatisin dhe shpirtin e tyre, që vërtet të japin me zemër këtë flamur. Edhe me nesër fillon startimi i nisjes së biçikletave. Pra më datë 3 tetor. 3 tetor. Edhe kalon në Shkodër. Në Shkodër kemi përgatitur një manifestim që vërtet të mund të mirëpresim ato 20 ciklistë që vinë në Shkodër dhe vetë Shkodra, si përfaqësuese e Shqipërisë, të mund të japi stafetën, do të japi flamurin e paqes që ta kalojnë në malin e Zi. Dhe nga mali i Zi do kalojnë në Kosovë, nga Kosova në Maqedoni, në Serbi dhe pastaj do përfundojnë në Greqi. Në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe në Greqi. Po, tashi 20 ciklistët e parë që nisen nga Tirana do t'i bashkangjitet një grup nga Shkodra? Do të bëhet një grup akoma më i madh apo? Në Shkodër ne do bëjmë një manifestim simbolik ku do mblidhemi me shumë se 100 ciklistë amrator, ne do bëjmë një udhë paqe në Shkodër, do thënë do jetë një interior nga sheshi i bashkisë, duke shkuar tek ura Bunes e Reja dhe për të kthyer përsëri, që të mund të shpërndajmë dhe paqen në qytet. Pastaj pas kësaj do jepin disa mesazhe paqe nga ambasadorë të ndryshëm të paqes dhe vetë bashkia do japi flamurin e paqes, që është edhe institucioni i Shkodrës, dhe t'ja kaloj 20 ciklistave që do vazhdojnë udhën për në Maltezi. Nga janë këto ciklistë? Sepse me sa di unë, duke kaluar në territore të ndryshme, mund të ketë edhe pjesëmarrës të ndryshëm, apo janë fillimisht nga Tirana? Këto 20 ciklistë janë të përzgjedhur nga projekti i udhës paqes, që janë nga të gjitha kombet e Ballkanit, që janë nga Kosova, Maqedonia, Serbia, Bosnia, Mali i Zi dhe Shqipëria. Ata janë përzgjedhur që vërtet të mund të transmetojnë paqen i këto 11 ditë si vi. Po, ndërkohë, siç po thonit, itinerari është i gjatë, rreth 1500 kilometra. Po. Dhe do të përshkoj të gjitha këto qytete, duke dhënë mesazhe paqe në aktivitetet që zhvillohen. Për shembull, Shkodra ka aktivitete të veta dhe qytetet të tjera po ashtu. Ndërkohë, do desha të ndalesha pak në vlerat jo vetëm të këtij aktiviteti, por të Federatës të Paqes ku mbështetet, në cilat vlera humane dhe globale, do të thosha. Federata e Paqes faktikisht është themeluar në Korenë e Jugut dhe pastaj ka kaluar në New York, që në vitin 2005, dhe vetë Federata është një rrjet global, do të thënë që janë individë dhe organizata të ndryshme që vërtet iniciojnë që të vendosin një paqe në botë. Kjo është një ideal i madh për të gjithë ne, do thënë se e dëgjojmë, por kur shohim që ka njerëz vërtet që duan që të iniciojnë për të vendosur paqen, do thënë është ky ideal fillon të bëhet realitet nga pak. Ndërkohë, pjesëmarrësit këtu në Shkodër, me sa di unë, ju keni operuar dhe me partner, organizata jo qeveritare që do të realizojnë veprimtarinë, apo jo? Po. Faktikisht, Udha e Paqes ka qenë vjet për herë të parë në Shkodër, dhe unë kam qenë një nga organizatorët këtu në Shkodër, dhe ajo që kam gjetur me tepër ngrohtësi dhe bashkëpunimesh nga organizatat që operojnë këtu në Shkodër, do thënë, nuk duhet të lejë pa përmend, do thënë, bashkinë që na ka mbështetur plotësisht, gjithashtu dhe organizatat tjera që është Komendje, thënë që është një grup të rinj që vërtet mundohen të bëjnë diçka për Shkodrën, për të ndryshuar diçka. Edhe organizatat tjera, por nuk duhet përmend edhe vllaznin, ciklistat që kanë marrë pjesë vjet dhe përsëri na kanë dhënë okejin që të dojen përsëri në këtë udhë paqe, do thënë, për të na drejtuar, për shkak se ato janë profesionista në këtë pikë, do thënë, nga ana e ciklizmit. Ndërkohë do thosha që duke qëndruar në këtë veprimtari, e cila shpërndan mjaft mesazhe të bukura njerëzore, ku paqja mbi rrezullin toksor ka përsipër Zotin dhe ka parime të vlerëshme për familjen, për marrëdhëniet ndër etnike, ndër fetare, mund të bashkoj një numër të madh qytetarësh në Shkodër që jo vetëm të bëhen pjesë, por dhe të jenë, si thua, aktor dhe spektator të kësaj veprimtarie. Po, është vërtet. Faktikisht, do thënë,
pavarësisht përgatitjes së madhe, pavarësisht bashkëpunimeve të gjëra, thënë aktori më i madh ose bashkëpunuesi më i madh janë qytetarët. Thënë duhet jenë ato qytetarët që duhet të japin paqen atë ditë. Do thënë, në sa më numër i madh të jetë atë ditë nesër, do të thonë se po bëjmë sigurisht larg. Pjesëmarrës është më shumë tregojmë veten se ne vërtet duam të japim paqe si qytet. Veprimtaria zhvillohet nesër në orën 5 masdite, në orën 17. Po, tek bashkia, tek sheshi i bashkisë. Tek sheshi i bashkisë. Cilat janë masat mbështetëse për ta realizuar këtë veprimtari, qoftë me ndihmë logjistike, me ndihma të shpejta etj. Kemi mbështetje plot nga policia rajonale dhe policia rrugore për pjesën e udhëtimit, gjithashtu spitali rajonal është bashkëpunues në këtë pikë. Këto ne ka mundësuar bashkia. Gjithashtu duhet t'ju bëj me dije se nëse keni një biçikletë në shtëpi merrni me vete. Po. Për të marrë pjesë në veprimtarinë lokale, thoni ju, apo për të marrë pjesë në veprimtarinë lokale. A mund të jetë pjesëtar i maratonës, do thosha, të paqes, edhe një qytetar që dëshiron të bashkangjitet këtij grupi 20 ciklistësh që udhtojnë në një itinerar të gjatë prej 1500 kilometra? Në këtë projekt, do të thënë, janë përzgjedhur ciklistat që do marrin pjesë në këtë itinerar të gjatë që është 1500 kilometra, por në projektet në vazhdim normalisht mund të aplikohet që të mund të marrin pjesë në vitin e ardhshëm, sepse duhet edhe përgatitje faktikisht, sepse 1500 kilometra janë bajegi shumë, si e thënë. Pra është, si thua, një përzgjedhje studiuar e pjesëmarrësve. Po. Mirë, Ardys, do desha të dija, sepse ju jeni sekretari i përgjithshëm i Federatës së Paqes. Ky është një aktivitet kulmor që ka të bëjë me mjaft interes për veprimtarinë që zhvillohet. Përgjatë gjithë kohës, cila është veprimtaria e Federatës së Paqes? Ku konsiston kjo? Federata e Paqes konsiston në dhënien e titullit ambasador për paqe. Po dhënia e titullit ambasador për paqe jep personave që vërtet duan të japin diçka për komunitetin dhe kanë dhënë dhe duan të vazhdojnë të japin. Momentin që merr një certifikat të tillë nuk është thjesht një titull që e mban në shtëpinë e konis, por është një titull që vërtet e përkujton veten, sepse janë të shkruar ato 5 parimet e federatës, që të mund të japin diçka. Dhe të bashkëpunojë me Federatën e Paqes. Vetë Federata e Paqes ka aktivitete të shumta. Sidomos këto 2 vitet e fundit ka iniciuar që vërtet të mund të hapi këshilla paqes në të gjithë Shqipërinë. Jo thjesht në qytetet kryesore të Shqipërisë, por edhe në bashkitë e vogla, që janë qytetet e vogla. Edhe së fundmi ne kemi pasur edhe në Koplik, që kemi hapur një këshill të paqes ku vërtet ai këshill paqe, disa persona që janë emëruar ambasador për paqe të mund të bëjnë diçka dhe ta zgjerojnë vetë, duke marrë vetë përsipër për ta zgjeruar parimet e Federatës së Paqes. Ndërkohë, me sa di unë, në botë ka rreth 100.000 ambasador të paqes, ndërsa nga Shqipëria janë 1.500 ambasador të paqes që kanë marrë këtë titull, pra një titull që të vë para një obligimi për të punuar jo vetëm për vete, por për të tjerët, për ta vënë në shërbim veprimtarinë tënde përballë komunitetit dhe interesave të tij. Mund të më thoni diçka rreth këtyre ambasadorëve, ka diçka në një mendim që ju do të propozoni, natyrisht jo me emra, për qytetarë nga Shkodra që mund të bëhen ambasador të paqes, që kanë një veprimtari në shërbim të tjerëve të dallueshme? Faktikisht për të dhënë titullin ambasador për paqe, mund të bëhen gjithë ato persona siç e përmenda, do të thënë që vërtet kontribuojnë në komunitet. Dhe ne kemi një këshill shumë simpatik, mund ta them, në Shkodër, do të thënë që këshilli i paqes Shkodër, ku janë persona vërtet këto duhet i përmend. Dhe mundesh. Ne kemi Marie Koliçin, zonjë Marie Koliçi, që është kryetare e Federatës së Paqes për Shkodrën. Kemi Ali Laçen, që është ish prefekti i Shkodrës, ku vërtet ka investuar që në vitin 2005 edhe më herët për Federatën e Paqes në Shqipëri. Por gjithashtu kemi edhe Ferit Kolën, që është skulptorin, që janë persona që vërtet
të jashtëzakonshëm që vërtet duhen të përzgjedhin persona që vërtet japin dhe vazhdojnë të japin në këtë qytet, në këtë qytet. Dhe persona që se Federata e Paqes vazhdon akoma për dënë në aktivitetet e tija, janë persona që vërtet të mund t'i përzgjedhin. Nuk mund t'jap emra se kush mund të bëhet natyrisht, sepse kandidatët është një staf që vërtet ne i përzgjedhin dhe vërtet mundohemi që të mund jenë persona që vërtet duhen të japin. Pastaj ngel gjithmonë përgjegjësia individual, do të thënë se sa do të investojë persona. Natyrisht kur flitet për paqen dhe ambasadorët e paqes, shpesh ndoshta kujtojmë çështje të mëdha globale që lidhen me konflikte të shumta që bota ka sot. Por edhe duke ju referuar ngjarjeve të përditshme, konflikteve të ndryshme, qoftë personale, qoftë të grupeve të ndryshme, si e shikoni ju rolin e Federatës së Paqes në këtë prizëm? Federata e Paqes ka vetë themeluesi i Federatës Paqes ka themeluar disa parime ku lidhet me gjithçka lidhet me Zotin, do të thënë që ne jemi të gjithë të krijuar nga Zoti, pavarësisht feje, pavarësisht racës që kemi, pavarësisht se ne besojmë, do të thënë jemi familje e madhe nga kjo. Edhe gjëja dhe parimi kryesor që vetë Federata e Paqes, do të thënë indicion është që vërtet të mund të mësojmë nga familja. Familja është i shkollë dashurie, do të thënë çfarë do thotë familja shkollë dashurie? Thotë që në familje, nëse kemi vlera në familje, ne mund të mësojmë çdo lloj dashurie. Duke filluar tek dashuria vëlla-motër, dashuria prind fëmijë, dashuria bashkëtorë, aty mësojmë të gjitha. Edhe këtë lloj edukimi jep Federata e Paqes. Por gjithashtu Federata e Paqes ka edhe organizata motra të saj, që është Federata e Familjes, ku zhvillon aktivitete masive për të ndarë vlerat e familjes, që quhet Festivali i Familjeve. Faktikisht edhe para 2 ditësh e kishim një aktivitet të tillë në Durrës, ku morën pjesë rreth 80 çifte në atë ceremoni që vërtet të mund të ndanin vlerat e familjes dhe për të mbajtur traditën e shqiptare, në thënë që të kemi një familje të mirë dhe shëndoshë. Pra asgjë nuk është abstrakte, përkundrazi konkrete që lidhet me jetën tonë të përditshme, me marrëdhëniet tona, me transmetimin e një respekti dhe dashurie mes njerëzve, por edhe të grupeve shoqërore të ndryshme, ndëretnike, ndërfetare dhe midis kombeve. Duke përshkruar një itinerar të gjatë që lidhet me shumë shtete, me 7 shtete, kjo stafet, ose më mirë ky rrugtim do thosha, sepse nuk është thjesht një stafet që merret dhe dërgohet, por stafet quhet kur starton në një qytet dhe përcjell mesazhet për të kaluar në qytete të tjera. Patjetër që do të përçojë një ndjesi shumë pozitive tek qytetarët e Shkodrës, të cilët patjetër nesër do ta përcjellin këtë. Urojmë që koha të premtoj kushte atmosferike të bukura, të mira do thosha, dhe në sloganin paqja sundoft në botë dhe mes njerëzve, jo vetëm grupi ciklistëve, por edhe ceremonia që do të zhvillohet me pjesëmarrjen e qytetarëve të Shkodrës, do ta përçoj këtë apo jo, Ardys? Sigurisht po. Atëherë më mbetet gjë tjetër, veç si t'ju uroj sukses nesër në organizimin e kësaj veprimtarie shumë të bukur, gjithë përfshirëse, gjithë qytetare të Shkodrës, për ta përcjell me mirësi ndjesinë e paqes edhe për të marrë pjesë në atë pjesë të veprimtarisë që Federata e Paqes ka caktuar për Shkodrën. Faleminderit që ishit sot pjesë e Mirëmëngjes Shkodër, faleminderit për pjesëmarrjen, por edhe ju urojmë sukses në realizimin e një veprimtarie të tillë kaq të bukur.